Rreshtet e 24 orëve të fundit kanë ndikuar në risjedhjen e mbeturinave që janë depozituar në sipërfaqen e liçenit të Fierzës. Sasi mbeturinash janë shfaqur në breg dhe në sipërfaqen ujore të urave të liçenit, duke e ndotur atë. Kjo situatë tashmë është bërë e zakonshme dhe ndotja përsëritet çdo vit. Ndotja mund të shtohet në ditët në vijim me derdhjen në këtë liçen të urave që do të vijnë nga përrejt dhe lumenjt e zonave në të cilat banorët hedhin edhe mbeturinat urbane, duke qenë se mungojnë vendet ku grumbullohen mbeturinat dhe landfilli. Rrjetat metalike të vendosura kohë më parë në gryq të derdhjen e lumit të Drinj për të penguar ardhjën e mbeturinave nga Kosova drejt Shqipërisë nuk kanë ndikuar për frenimin e tyre, ndërkohë që një anije destinuar për pastrimin e mbetjeve në sipërfaqet ujore qëndron prej muajsh në bregun e Tharë të liçenit dhe ende nuk është vënë në funksion për pastrimin e mbeturinave të ardhura së fundmi në liçenin e Tjerzës. Pjesa më e madhe e mbeturinave vjen nga dy burimet kryesore që furnizojnë liçenin, Drini Bardh nga Kosova dhe Drini Zi nga Maqedonia e Veriut. Sa herë në këto dy vende ka rreshte të dendura shiu dhe vërshime. Ndërkaq niveli i ujit në liçen për shkak të rreshteve të fundit është shtuar ndjeshëm me 800 metër kub ujë në sekond. Aktualisht niveli i ujit është 271 metër, ndërsa pika maksimale është 296 metër.